Kryeministri Edi Rama foli këtë të diel në lidhje me çmimin e karburanteve në vend dhe rolin e bordit të transparencës. Sipas kreut të qeverisë, bordi nuk e vendos çmimin e naftës arbitrarisht, por po ashtu theksoi se çmimi nuk mund të ulet duke vënë në rrezik kapacitetet e furnizimit. Ai u shpreh se përcaktimi i çmimit tavan është në përputhje me tregun ndërkombëtar. Kryeministri deklaroi se roli i bordit është të sigurojë transparencë dhe të jetë gjithmonë në vëmendje për të mos lejuar edhe shkelje të vendimeve të tij, të cilat sipas Ramës shoqërohen me masa të menjëhershme deri në pezullimin e aktivitetit për operatorët që nuk respektojnë rregullat. Por ka reaguar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Flamur Noka, i cili thotë se arritja e Edi Ramës në këto 13 vite është katandisja e shqiptarëve në turizm ditor në vendet fqinj për të bler ushqime dhe karburant. Çubëri Edi Rama shqiptarëve në 13 vjet i katandisi në turizm ditor në Maqedoninë e Veriut, Kosovë e Greqi për të bler ilaçe, ushqime dhe karburant. Me det, asaj vetë se besonte këtë realitet para 13 vitesh, kur entuziazmoi me rilindjen, naft pa taks qarkullimi dhe pa akciz. Me këtë do fillojmë. Edi Rama para 13 vitesh, për t'ju marrë votën Rama e bënte edhe 8 kos. Pastaj kalova lumin.